Shumë prej jush në tetor deri në mesin e nëntorit kalojnë të njëjtat situata çdo vit. Gjithmonë që vjen tetori, nëntori, ti ke sherre në familje, ti ke gjithmonë në këtë periudhë ke probleme financiare, gjithmonë në këtë periudhë ke probleme me shëndetin, shumë prej njerëzve i kanë në këtë periudhë. Pse? Unë dua të them sepse tetori dhe nëntori është periudha më e errët në botën shpirtërore. Është periudha e Halloween, është periudha ku satanistët kryen ritualet e tyre, magjistarët rigjenerojnë magjit dhe prandaj dhe kjo periudhë gjithmonë të ripërsëriten gjërat. Por ti mund t'i thuash stop këtyre ripërsëritjeve. Ti mund t'i thuash satanit stop, jo më me mua, sepse unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Unë kam vendosur t'i jap lavdi Jezusit. Thirre Jezusin në jetën tënde, bashkohu në një këtë agjërim që ne po organizojmë. Duke filluar nga data 20 tetor deri në datën 2 nëntor, ne jemi në një agjërim nga ora 17 mbasdite deri ditën tjetër në orën 7 pa ngrënë dhe papir në këtë orar. Dhe ne ndërhyjmë gjatë gjithë ditës kundër çdo planit të ligut, kundër çdo feste Halloweeni, kundër çdo shpirti magjistari dhe thërrasim dritën e Krishtit në shtëpitë tona, në jetët tona dhe kudo që ne jemi dhe që është territori jon. Bashkohu, sepse ai që është me ne është më i fuqishëm, më i madh se çdo i madh i kësaj bote. Dhe të inkurajoj të bashkohesh, edhe sepse Zoti është krijuesi, çdo gjë tjetër është krijesa. Prandaj bashkohu me Zotin, bashkohu me këtë agjërim, bashkohu dhe lufto në botën shpirtërore duke treguar që ti ke zgjedhur Jezus Krishtin për Zot dhe drita e tij do të te shpoj çdo errësirë që kërkon të vjedhi ty dhe familjen tënde. Në emrin e Jezusit. Amen.